Për shëndetje, miqtemi. Miqtemi në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të fokusohemi tek energjia e dashurisë midis dy personave të dashuruar. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe shikojmë energjinë e dashurisë për dy persona që janë të dashuruar. Çfarë thotë energjia e tarotëve? Gjithmonë thotë jeni midis dy alternativave në këtë dashuri, në këtë lidhje. Sepse dyshoni se personi që jeni dashuruar është pak manipulator. Por thotë në imagjinatën tënde, në ndjenjat e tua të forta, ti do të fillosh një kapitull të ri sot në këtë histori. Të fillosh të lësh mbrapa këto mendime negative, këto gjëra dhe të ecësh gjithmonë para në rrezikët e diellit. Sepse thot, duhet të heqësh këtë fashën që ke të dytë për t'i folur intuitës tënde të brendshme, për të marrë përgjigjen e fëmijës tënd të brendshëm. Sepse ti mendon thot që ky person ka dikë pranë, një person pak misterios, një person që mban gjëra të fshehta, mban mistere brenda vetes, mban sekrete. Dhe ky është një person që ka të fuqinë dhe komandën. Çdo gjë sot do të ndryshojë. Sepse ju jeni të fokusuar shumë tek pjesa e bollokut, jeni të fokusuar tek pjesa e punës. Ju ashtu si punoni, ashtu dhe ju vinë monedat. Dhe kjo pjesë e bollokut që ju vjen, ju mbush atë pjesën e boshllokut që keni tek pjesa e dashurisë. Shumë shpejt sot, në jetën tuaj, do të vijë një person magjik në infinit. Një person i cili do të ketë gjithçka. Do të ketë dashurinë, pastërtinë shpirtërore, do të ketë bollokun, dritën e pastër të sinqeritetit që e mban në dorë. Ky person ka gjithë botën, por mban një vuajtje shpirtërore për një person që ka në distancë, sepse shpeshherë thot lëndohet nga ky person, mbase dhe nga largësia, ose nga disa njerëz që i ka pres jo fort të mirë. Luftoni shumë që historinë tuaj të dashurisë ta realizoni, pra të jeni një person si kjo mbretëresha e shpatave, e cila është një njohëse dhe falendëruese e universit, që qiellin e saj, pra botën e saj shpirtërore e mban gjithmonë të pastër, pa këto mendime negative. Dhe shumë shpejt në jetën tuaj do të vijë ky princi me këtë lajm të dashurisë. Pra, të ishin energjitë e përgjithshme të tarotëve të fokusuar tek dashuria. Faleminderit shumë, miqtë e mi.